Kryetarja e Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabić, ka njoftuar këtë të premte se seanca për votimin e qeverisë së re do të mbahet më 14 prill. Ajo ka theksuar se deputetët janë ata që do të kenë përgjegjësinë për të dhënë një mundësi për mandatarin Gjuro Makut për të formuar kabinetin qeveritar. Brnabić ka shtuar se seanca duhet të përfundojë deri më 18 prill dhe se emrat e ministrave dhe përbërja e qeverisë do të bëhen të ditura pas përfundimit të këtij procesi. Sipas saj, gjithçka do të varet nga mandatuari dhe nga procesi i votimit në kuvend. Në lidhje me zhvillimet politike, Brnabić ka ftuar përfaqësuesit e opozitës për bisedime, duke theksuar se është e rëndësishme të jepet një mundësi profesorit Makut për të formuar qeverinë. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka mandatuar Makut, një endokrinolog dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Beograd, për të drejtuar formimin e qeverisë së re. Mandatimi i Makut erdhi pas konsultimeve të zhvilluara me partitë parlamentare lidhur me përbërjen e mundshme të qeverisë, megjithse partitë opozitare refuzuan të merrnin pjesë në ato konsultime. Opozita ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie kalimtare, por ky propozim është refuzuar nga koalicioni në pushtet, pas dorëheqjes së ish kryeministrit Miloš Vučević, i cili dha dorëheqje pas një incidenti me studentët në Novi Sad. Tensionet politike kanë vazhduar të rriten. Ky zhvillim është bërë më i ndjeshëm për shkak të akuzave për dhunë ndaj studentëve që po protestonin. Pas dorëheqjes së Vučevićit, formimi i qeverisë së re është një nga çështjet më të nxehta në politikën serbe dhe vëmendja është e fokusuara në mbajtjen e seancës së votimit dhe në ndikimin e mundshëm të opozitës në këtë proces.